Kryeministri Edi Rama zhvilloi në Tiranë një takim me pensionistë në ditën e dytë të shpërndarjes së bonusit të posaçëm për të moshuarit. Gjatë bashkëbisedimit, kreu i qeverisë dha detaje për burimin e financimit të kësaj ndihme, duke hedhur poshtë edhe akuzat se bonusi po përdoret për qëllime elektorale. Sipas Ramës, fondet për bonusin janë siguruar nga të ardhurat shtesë në buxhet, kryesisht nga taksat e karburantit. Ai tha se pjesa e përfituar nga rritja e çmimit të naftës do të kthehet pensionistëve në formën e mbështetjes financiare. Vjet ju than bonusi i pranverës është për zgjedhjet. Pastaj u than do ju avurisin, por nuk do ju japim bonusin e fundvitit. Tani unë po ju them që bonusi që keni marrë dhe do merrni në ditën vijim është vetëm rezultati i 6 muajve pozitivitet i ekonomisë. Nuk ka lidhje fare me të tjerat dhe bonusin e fundvitit e keni aty te Banka e Shqipërisë dhe aty keni fondin tuaj, gjithë çfarë do vi vitin e ardhshëm do vihet aty. Gjithë çdo vi vitin tjetër do vihet aty dhe ju kam thënë, janarin e ardhshëm do dyfishohet shtesa e janarit këtij viti. Janarin e 2028-s do trefishohet. Janarin e 2029-s do 4 fishohet shtesa dhe në janarin e 2030-s do 5 fishohet. Kryeministri komentoi dhe protestën e zhvilluar pranë parlamentit, ku pati përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Rama tha se e drejta për të protestuar është e garantuar, por nënvizoi se dhuna ndaj institucioneve dhe punojësve të shtetit nuk mund të pranohet në një vend demokratik. Kreu i qeverisë u ndal edhe te debatet për projektet me investitor të huaj. Ai u shpreh se zhvillimi ekonomik i vendit nuk mund të ndërtohet duke refuzuar kapitalin e huaj dhe investimet nga jashtë. Këtu nuk ka rrahje protestuesish paqësor. Kur ti shkon atje një grup për të ushtruar presion fizik mbi deputetët, aty pasaj jemi në të tjera territore. Po ata që bëjnë këtë nuk kanë lidhje me flamingot. Flamingot janë paqësor. Dallimi midis flamingove dhe sorrave e korbave është flamingot janë paqësor, ndërkohë që sorrat dhe korbat janë të dhunshëm. Kështu që ne me flamingot do t'i trajtojmë me shumë respekt dhe me shumë vëmendje shqetësimet dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Me sorrat dhe korbat ne nuk kemi çfarë bëjmë fare. Në fund ata përsëri do jenë të humbur dhe siç u mlodhën kokra dhe bën këtë tufën e zhurmshme, do shpërndahen kokra dhe do vazhdojnë të bëjnë atë krakran e zakonshëm.